vlerësoj realisht përpjekjet dhe ndihmën e partnerëve tanë, Bashkimi Evropian së pari, dhe më i rëndësishmi që patjetër ka qenë dhe ka marrë në konsiderat me bujari kërkesat tona për të ndihmuar këtë proces në kadastër. Tani me ndihmën e Bashkimit Evropian po bëjmë diçka që funksionon dhe që po funksionon goxha mirë. Kështu që po do ta mbyllim proces me shpresë shumë shpejt. Dërsa pjesa tjetër e partnerëve kanë dhënë këshilla jashtëzakonisht shumë të mira dhe i falenderoj, dhe i falenderoj ata. Dua të falenderoj gjithashtu edhe disa nga njerëzit që i njoh në këtë tryezë nga ana jonë, sepse të gjithë dhe secili prej tyre në pozicionin e vet ka bërë punën e dur dhe po bën punën e dur. Së shpejti do të kemi edhe reformën e agjencisë, do të sjellim më shumë detyra në një ombrellë, në një çatile të themi, sepse të pasurit e agjencive të veçanta dhe të ndara nuk e kanë ndihmuar procesin, sepse kur agjencitë shkojnë në drejtime të përkatëse ka krijuar më tepër konfuzion dhe ka sjellë më tepër telashe, le të themi. Tani besoj se kemi një ide të qartë dhe të mirë se si ta formësojmë administratën e pasurive të paluajtshme nga A-ja te Z-ja me bashkimin e një sër agjencive në një, ndërsa pjesa tjetër është të vazhdojmë dhe të vazhdojmë punën. Kemi bekimin për gjithashtu edhe mallkimin që kemi tutor mbi kokë, që quhet Bashkimi Evropian dhe që na thotë se kjo është mirë, kjo është keq, këtu mund të duket dalë mirë, këtu nuk e dalë mirë, kështu që vazhdo atje me drejtimin e punës dhe kjo ndihmon patjetër. Përpara se të vija këtu faktikisht isha me guvernatorin e Bankës Qendrore të Austrisë dhe po diskutonim këtë pjesë dhe po diskutonim edhe Bashkimin Evropian. Dhe i thash, Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohesh gjithë ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është sigurt, natën s'ke makthe. Nëse zgjedh një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i dur ku duhet jemi patjetër. Është vend njerëzish dhe normalisht nuk mund të jetë parajs nga vetë përkufizimi, por ama nuk ka alternativë ndaj Bashkimit Evropian. Ju falem.